Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të Top Tech me mua Mateo Kadrion. Sot kemi disa tema shumë interesante, ndaj mos u mbasim asnjë sekond dhe të nisim direkt me të parën. Po të them një sekret, nëse diku me real estate nënkuptoje pallate 500 katëshe, vila në Bellera apo ndonjë resort që të bënte të ndihesh si milioner, sot vila e re e milionerëve është një data center. Po, ato magazinat gjigande që duket sikur s'kan fund as dritare, por brenda kanë më shumë tru se gjithë lagja bashk. Në vend të pasqyrave dhe pishinave, këto kanë servera që mbajnë jetën tonë online. TikTokun, Netflixin, ChatGPT-n dhe edhe fotot e tua që nuk i ke fshirë kur, që nga 2016. Bankat dhe fondet e mëdha po e kuptojnë që toka e re me vlerë nuk është më me pamje nga deti, por me akses në energji elektrike dhe internet me shpejtësi drita. Dhe kjo është arsyeja pse sot çdo kompani e madhe nga Blackstone tek JP Morgan po blen data centers si të ishin vila në Bregdetin e Jugut. Bankat dhe fondet e mëdha po e kuptojnë që toka e re me vlerë nuk është më me pamje nga deti, por me akses në energji elektrike dhe internet me shpejtësi drita. Dhe kjo është arsyeja pse sot çdo kompani e madhe nga Blackstone tek JP Morgan po blen data centers si të ishin vila në Bregdetin e Jugut. Pse? Sepse AI po ha energji si frigoriferi me derën hapur. Çdo model i ri që trajnohet, çdo kërkim që bën ti, kërkon fuqi kompjuterike. Dhe kjo do thotë më shumë data centers, me pak fjalë, këto janë nafta e re e botës. Por ka një problem. Bankat po lodhen. Ndërtimi i një data centeri të madh mund të kustojë miliona për çdo megawatt. Dhe këta po bëhen si apartamente në Dubai. Të gjithë i duan, por jo të gjithë kanë lekët për t'i ndërtuar. Pra po jetojmë në një kohë ku real estate nuk është më sa pamje madhështore ke nga balkoni, por sa volt ke nën tokë. Dhe kushdo që e kupton këtë herët, po ndërton qytete digjitale të së ardhmes. Okej, po ja u them ashtu siç është. Ferrari ka bërë një makinë elektrike. Ferrari. Dhe besoj që në momentin kur u prezantua, Enzo Ferrari ka filluar të rrotullohet si piston në varr. Makina quhet për momentin elektrika. Një emër provizor dhe shpresojmë ta ndrojnë se tingëllon si ato skuterat për rrugët e Tiranës. Ka 4 motorë elektrik dhe më shumë kuaj se një garë me karroca në Rom. Por thelbi është ky, nuk ka motor, nuk ka më V12. Ka vetëm zhurmë, po e bën nga dinamot. Ferrari tani tingëllon si një kitarë elektrike e lidhur me laptopin. E kuptojmë që bota po shkon drejt green, po pse pse nuk e lan hibriden? Një motor benzine, pak elektricitet për ndim, që të ishim të gjithë të lumtur. Jo, ata kanë shkuar full electric dhe tani brendi makinave më ikonike në botë, por i mbushet në garikues 350 kW. S'po imagjinoj dot një pronar tani të thotë, "M'fal, se po iki të karikoj Ferrari." Nga ana tjetër, Lamborghini nuk ka qëndruar dyer kryq, Ka nxjerrë një koncept të quajtur Manifesto që duket sikur ka zbritur nga Marsi, plot me forma heksagonale dhe drita në formën Y. Por Lamboja ka thënë qartë, nuk është për motorin, është për artin. Aty ndalemi dhe themi, prit pak, as kjo nuk ka motor? Në fund duket sikur supermakinat po kalojnë krizën e moshës. Po bëhen ekologjike dhe pa zhurmë, dhe ne, fansat, kemi mbetur me një dëshirë të thjeshtë. Mbajeni motorin se pa të Ferrari nuk është më Ferrari. Vllaçko, jeta s'është më reale. Tani kemi dhe Sora 2-shin dhe është aq realistike sa ndonjëherë nuk e dallon dot nëse po sheh lajmet apo një video që e ka shpikur ndonjë 14 vjeçar me shumë kohë. Po flasim për epokën kur UFC ka Abraham Lincolnin kundër George Washingtonit dhe Leonardo da Vinci është arbitër në mes. Ku qenë dhe macet i ndalojnë policët, u vendosin gjop dhe pastaj jashtrojnë. Kur roadmen në Angli shkojnë në punë me dinozaur dhe parlamenti britanik drejtohet nga ta, ndërsa speakeri bërtet let them remember finish, fam. Këto nuk janë më meme, janë video të gjeneruara nga Sora 2-shi. Modeli i ri tekst to video që e kthen çdo ide në film brenda pak sekondash. Dhe më e frikshmja, janë aq reale sa po t'ia tregosh gjyshit, të betohem që ai do mendoj se po transmetohen lajme nga një botë tjetër. Sora 2-shi nuk është bërë kod viral në TikTok. Çdo ditë dalin mira video që duken si kinema me buxhetin e Hollywoodit, por janë shkruar nga adoleshent me fantazi të tepruar. OpenAI thotë që ka një watermark për t'i dalluar, po hajde gjeje. Pra ROF 2025, ku realiteti është opsional dhe çdo TikTok mund të jetë film, fantazi ose ndoshta lajmet e së nesërmes. Nëse ke plot video reposted në TikTok dhe do t'i fshish, por së mbandora t'i heqësh një nga një, më dëgjoj mirë. Tani ka një zgjidhje që bën gjithçka vet. Pas stres, pa klikime, pas një u lodha. Quhet TikTok All Reposted Videos Remover. Është një Chrome extension që bën gjithë punën për ty, si asistenti personal i TikTokut.
sa përshtyp butonin start, ai hap një faqe të re TikToku, hyn në profilin tënd dhe nis magjin. Kalon te tabi i posteve, hap çdo video një nga një dhe klikon për ta fshirë. Dhe pastaj kalon tek tjetra. Ndërkohë, ti mund të bësh një sanduiç. E gjitha ndodh automatikisht me pauza të vogla mes veprimeve, rreth 2-3 sekonda, që sistemi mos ta kapë sikur është bot. Kur mbaron mjafton ti bësh refresh faqes së riposteve dhe puf, ato janë zhdukur sikur nuk kanë ekzistuar kurrë. Nëse TikToku e tepron dhe të bllokon përkohësisht, extensioni ndalon vet. Thjesht pret një orë dhe rifillon aty ku e la. Nuk ka asnjë risk për llogarinë tënde, sepse çdo gjë bëhet si klikim normal njerëzor. Vetëm që është më i duruar se ti. Në fund, ky extension është shpëtim për ata që kanë bërë 500 riposte gjatë netëve pa gjumë dhe tani nuk duan t'i fshin me dorë si të ndëshkuar. Pra, nëse do profilin tënd të pastër, pa kokçarje të kota, instalo këtë extension dhe leje të bëj punën e rëndë për ty. Okej, më gjë pak tani. Kjo tingëllon si diçka nga një film, por është komplet reale. Shkencëtarët kanë krijuar 5D Optical Data Storage, një mënyrë për të ruajtur të dhëna që mund zgjasin më shumë se vetë njerëzimi. Po, më shumë se hard disku yt që mezi punon 3 vite. Imagjino tani një disk prej xhami, i vogël, transparent, duket si diçka që mund ta gjesh në dhomën e Supermanit. Në fakt, e quajnë Superman Memory Crystal, dhe brenda tij mund të ruash deri në 360 terabajt. Po, terabajt. Mjaftueshëm për të mbajtur çdo film, këngë, lojë dhe mim të internetit për miliarda vjet. Jo më shaka. Si funksionon? Një lazer, pra një dritë aq e shpejtë sa nuk e ka thuash as wow, gdhen nanostruktura brenda xhamet, jo në sipërfaqe si DVD-t, por brenda materialit në 3 shtresa, duke përdorur 5 dimensione: pozicion, madhësi, orientim plus dritën dhe polarizimin. Tingëllon si magji, por është thjesht shkencë që jep kuptim termit 5D. Ky sistem është aq stabil sa disjet kanë qëndruar në 100 gradë Celsius për 3000 orë, pa humbur asnjë të dhënë. Dhe për ta bërë akoma më cool, në 2018 e përdorën për të ruajtur Foundation të Isaac Asimov dhe e dërguan në hapësirë me Teslan e Elon Muskut. Në 2024, shkencëtarët futën gjithë ADN njerëzore në një disk sa një monedhë. Dhe këtë vit, Heroes of Might and Magic 3 u bë loja e parë në histori që ruhet në kristal 5D. Pra nëse ndonjë ditë tokës i ndodh ndonjë ups kozmik, dikush diku mund gjej një kristal të vogël që ruan çdo kujtim, çdo libër dhe çdo këngë. Dhe do mendoj, bro çaçë, këto tipat e tokës pas kanë qenë pak të çmendur, po ama pas kanë ditur si të bëjmë backup. Kushdo që ka bler një BMW X3 gjatë tyre 5 muajve të fundit duhet ta di këtë. Makina juaj është ndërtuar nga një robot humanoid. Jo nga ato robotët me ekran metalik që bëjnë zzz te fabrika, po flasim për një njeri artificial me këmbë, duar dhe tru AI. Ka punuar 10 orë në ditë, çdo ditë për 5 muaj në linjën e prodhimit të BMW-s. Këtë e ka konfirmuar vetë CEO-ja i Figure AI, kompania që po tenton të kthej Terminatorin në punëtor fabrike, pa pjesën e apokalipsit, shpresojmë. Roboti i tyre ka bërë tashmë 5 muaj pune pa pushim, duke marrë pjesë në montimin e trupit të X3-shit. Nuk ka fjetur, nuk ka kërkuar as rrog, as kafe. Vetëm ka marrë flet metali dhe i ka vendosur aty ku duaj, si punëtori më i disiplinuar i BMW-s. Dhe kjo është era parë në botë që një humanoid punon kaq gjatë në një linjë prodhimi reale. Deri tani, robotët humanoid ishin më shumë demo për YouTube. Bënin 2 hapa, përshëndesnin kamerën dhe binin. Ky i Figure po bën punë më shumë se shumë njerëz. Sigurisht, ka dhe skeptik. Disa thonë se nuk e dim sa autonom është në të vërtetë. A ka pasur ndim nga inxhinierët apo thjesht po bën një cikël të përsëritur. Por sido që të jetë, fakti që një trup prej alumini ka mbajtur ritmin e prodhimit të BMW-s për 5 muaj rresht është goxha tregues për të ardhmen. Dhe për t'i hedhur pak benzinë zjarrit, CEO-ja tha në Twitter, kjo do të jetë gjë më normale që do shihni nga ne këtë javë. Pra nëse nesër BMW-ja fillon të dorëzoj makinën me një robot që t'jep çelësat vet, mos u çudit, e ka montuar vet. Pra ja çfarë po ndodh? Autoritetet amerikane kanë hapur një hetim të ri ndaj Tesla, sepse makinat me full self-driving, ajo që supozohet të drejtojë veten, po del pak nga kontrolli. Jo pak, shumë. Sipas agjencisë amerikane të sigurisë rrugore janë marrë mbi 50 raportime që tregojnë se makinat me full self-driving kanë kaluar semafor të kuq, kanë hyrë në korsi të kundërt apo madje kanë marrë kthesa në drejtimin e gabuar. 4 nga këto raste kanë përfunduar me lëndime. Përfituroj pak tani. Je në makinë, ajo të thot relaksohu se po e maj unë timonin. Dhe pastaj bam, çon korsinë e gabuar. Jo shumë self-driving apo jo.
Kjo është hera parë që hetimi fokusohet kaq drejt për drejt te versioni më avancuar i autopilotit të Teslës, jo tek sistemi vjetër. Dhe ironikisht, hetimi u hap pikërisht në të njëjtën javë që Elon Musk doli me versionin e ri të software-it. Hetimi është akoma në fazat e para, por nëse gjenden prova të forta, kjo mund të çojë deri në thirrje për rikthim, recall të sistemit. Ndërkohë Tesla thotë se po adreson disa nga këto situata. Madje në një qytet të vogël në Maryland, makinat e tij kishin bërë të njëjtin gabim disa herë në të njëjtin kryqëzim. Pra, po jetojmë në një kohë ku makina e sardhmes ndonjëherë harron se e kuqja do thotë ndalo. Dhe për momentin duket se njeriu prapa timonit ende nuk është i tepërt. Ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe miru dëgjofshim javën tjetër. Ciao.